Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News, unë jam Dafina Hysa, do t'jemi bashkë një transmetim të drejt për 3 orët në vijim, do t'jemi edhe sot me zhvillimet kryesore të ditës për duke i diskutuar e analizuar me të ftuarit në studio. Ndër të tjera, gjatë ditës së sotme në Breaking do të ndiqni. Pas zgjedhjeve të përgjithshme është koha për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse. Këtë deklaroi gjatë ditës së sotme kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi, drejt një reforme gjithëpërfshirëse të nis puna menjëherë e Partia Socialiste të mos e bëje vetë me këtë reformë, tha ai. 192 raste të dyshuara për krime zgjedhore, teksa janë regjistruar 43 procedime penale, konfirmon kreu i SPAK Altin Dumani. Ndërkohë SPAK ka ushtruar kontrolle dhe sekuestruar dokumente në lidhje me këto raste. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshim të masës së sigurisë, do të vijojë të qëndrojë në qeli, teksa avokati i tij mbrojtës Cakrani u shpreh se karta është përdorur nga ish-bashkëshortja e tij Kryemadi dhe se Meta nuk ka pasur dieni. Ndërkohë, vijon Shqipëria të jetë në vëmendje të turistëve të huaj, ishulli i Sazanit dhe gadishulli i Karaburunit, ndër destinacionet e reja më të preferuara nga turistët. Në Vlorë mbrin edhe biznesmeni amerikan Jared Kushner me bashkëshorten e tij të bijën e presidentit amerikan Trump. Këto dhe të tjera do të mund të ndiqni gjatë ditës së sotme në Breaking. Ndërkohë në pjesën e parë unë dua të sjell në vëmendje edhe debatet që kanë karakterizuar seancën e sotme plenare, të nisur që nga ora 10 e paradites, ka nisur me përplasje dhe debate seanca që në nisje të kuvendit, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Bardhi kërkoi llogari për shtyrjen e raportimeve të institucioneve të pavarura për kuvendin e ri. Ndërkohë debatet më pas i ka vijuar edhe kryedemokrati Berisha, i cili kërkoi futjen e rend të ditës të zgjedhjes së avokatit të popullit, një pozicion që mbahet disa vite pas përfundimit të mandatit nga balanca. Ndërkohë nga ana tjetër, nga mazhoranca ka dalë kreu i grupit socialist Peleshi, i cili tha se kjo është e mundshme të bëhet në muajin shtator. Ndërkohë ministri Balla, duke u shprehur edhe për zgjedhjen e avokatit të popullit, tha se ka një procedurë që duhet ndjekur e duhet respektuar. Ndërkohë ka pasur edhe debatje e përplasje të tjera, deputeti demokrat Sula foli në lidhje me shtyrjen e raportimeve të institucioneve të pavarura, të cilat tashmë duhet ishin realizuar sipas tij. Ndërkohë ne në këto momente do të diskutojmë për çështje të tjera, sigurisht do të përcjellim më vonë edhe atë çka ka ndodhur gjatë ditës së sotme në seancën plenare, çështjet e rendit të ditës e ku kanë kulmuar edhe diskutimet e debatet e tyre. Kam kënaqësinë që në këtë pjesë të parë të programit për të ndalur tek zhvillime që lidhen me SPAK, gjykatën e posaçme, por edhe çështjet e rendit e sigurisë në vend, të kem të ftuar gazetarin Eraldo Harlica. Eraldo, mirë se erdhe. Dafina, faleminderit për ftesën. Merci. Do të flasim në nisje për procesin ndaj ish-presidentit, është presidenti i Partisë së Lirisë Sende, Ilir Meta, është rrëzuar kërkesa nga gjykata e posaçme për ndryshim të masës së sigurisë. Është pretenduar nga avokati i mbrojtës në fakt që po mbahet në tejkalim, nuk ka një proporcionalitet në mënyrën se si ka vendosur gjykata, megjithatë sërish ajo apeli të posaçëm lënë në fuqi atë të shkallës së parë, si mas sigurie do të vijojë të qëndrojë në arrest në burg. Ndërkohë në vëmendje ka qenë edhe karta e përdorur, nuk ka dieni presidenti Meta, shprehur avokati i tij Cakrani, kjo është përdorur nga bashkëshortja e tij Asokohe. Sot ish bashkëshorte, ndërkohë Asokohe bashkëshortja e tij Monika Kryemadi, e cila për hir të së vërtetës ka dalë garant dhe është shprehur vazhdimisht se është marrë ajo me procedura të tilla. Çfarë po ndodh në lidhje me këtë dosje? I arrestuar që nga viti i shkuar, zyrtarisht i njohur me akuzat, por dosja ende e paplotësuar për të ngritur në gjykatë. Po është e vërtet në fakt ka pasur dy anë të kësaj historie, sepse në opinionin publik apo edhe po them në aspektin gazetarëve dhe profesionistëve nuk pritej që masa ndaj presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta të ndryshojë, dhe vendimi i GKK-s ishte në linjën logjike të leximit të situatës. Megjithatë, palët kanë pasur pretendimet e tyre. Në seancën e sotme ka qenë edhe vetë zoti Meta, i cili ka folur edhe ashtu siç ju thatë, pjesa kryesore e diskutimit të tij ka qenë për kartën. Në fakt ai ka dhënë disa detaje mjaft interesante për këtë kartë, e cila pretendohet që është dhënë nga biznesmeni Ardian Shatku drejt Monika Kryemallit. Ai ka thënë që nuk ka pasur dieni dhe ka qenë vetëm ish zonja e tij e cila i ka përdorur për gjitha blerjet, kryesisht blerje online. Madje zoti Meta është futur pak edhe në aspektin e anës familjare, sipas informacioneve që unë kam. Ai ka thënë që momenti që ka marrë dieni përpara se të arrestohej, ka marrë dieni në lidhje me këtë kartë. Ai menjëherë ka filluar përplasjet e para me zonën Kryemallit dhe ka nisur në atë formë, ka nisur edhe
procedurat për të dhënë fund të martesës së tyre, sepse nuk e ka pritur nga zonja Kryemalli që bënte diçka të tillë dhe zoti Meta të mos vijë në dijeni të këtyre shpenzimeve. Të paktën në një farë mënyrë ka qenë piknisja e debateve që çoi edhe në mosmarrëveshje të tilla sa kulmuan me divorcin e tyre. Po, është e vërtetë. Në fakt këta ka argumentuar zoti Meta në gjykatë, ka argumentuar edhe avokati i tij më pas në lidhje me një pretendim të tillë. Nuk di të them nëse është një pretendim sepse disa herë në daljet e tyre publike, qoftë avokati i zotit Meta, Kujtim Cakrani, apo edhe vetë ish presidenti i Shqipërisë ka deklaruar se nuk ban përgjegjësi në lidhje me veprimet që ka pasur i zonja e tij Kryemalli dhe i kanë mëshuar kësaj ide në disa dalje të tilla publike, me idenë për të shmangur përgjegjësitë kolektive, po thamë në këtë rast, apo përgjegjësitë e përbashkëta, duke kaluar drejt përgjegjësive kolektive. Një tjetër pikë shumë e rëndësishme në cilën më shumë në fakt e ka ngritur avokati i zotes Meta ka lidhje me afatet e paraburgimit, edhe me faktin që zoti Meta po bëhet një periudhë prej 8 muajsh thuajse që është në ambientin e paraburgimit dhe ato janë dakord që të vazhdoj procesi i hetimit, janë dakord që të vazhdoj gjykimi i zotit Meta, por nuk janë dakord që zoti Meta të mbahet sërish në ambientet e paraburgimit, sepse sipas tyre ato pretendojnë se po shkelet një drejt ndaj ish presidentit, sepse në këtë rast ai është një person i cili nuk ka më pushtet. Është një standard ndryshe krahasuar me të tjerët e RAL, do si të rezulton? Nuk di të them. Personalisht pala mbrojtëse gjithmonë në mënyrë të tillë shprehet, edhe kur bëhet fjalë për të pandehur të tjerë. Absolutisht. Personalisht mendoj që sistemi i paraburgimit në Shqipëri nuk është aty ku duhet. Dhe nuk e din në qoftë se është frika e zyrtarëve. Pra ka një përdorim të zgjeruar të paraburgimit, jo vetëm nga fakt si kërkesë dhe aprovuar nga gjykata e posaçme, por edhe në nivelet e tjera. Patjetër, për te emrit të zotit Meta. Zoti Meta është pa pushtet momentalisht. Është një person i cili nuk provat, po them të mbledhura nga SPAK deri tani janë argumentuar në dosje, hetimet mund vazhdojnë nëse gjenden sërish hetime, por nuk është një person i cili po rrezikon që të prish provat të tjera. Vazhdon procesi i hetimit, vazhdon procesi i gjykimit, mund të jetë në liri, edhe më pas momentit që ka një vendim të formës së prerë, mund të rikthehet në burg. Kjo e lidh më shumë me drejtat e njeriut se sa me individin. Pastaj me pozicionin. Pastaj sepse nëse është kaq problematike për personat me pushtet, imagjino se çfarë bëhet me personat e tjerë që edhe në rastin e aksidentit më të vogël kanë 72 orë paraburgim dhe pastaj dalin në gjykatë. Gjykatës së posaçme të apelit, argumentimi për këtë masë sigurie, pra të lënë në fuqi rrëzimin e kërkesës praktikisht për një revokim të masës aktuale. Po kanë qenë të prerë, sepse për shembull zoti Meta ka folur diku të një orë argumentimin e tij sepse duhet të ndryshohet masa dhe të dalë minimalisht në arrest shtëpijet apo detyrim paraqitje. Në këtë rast zoti Cakrani ka paraqitur